Shënimin e ditës së tokës sot hidroregjoni jugor në Prizren e shënoi me një sër aktivitetesh ndërgjegjësuese dhe edukative, me qëllim të rritjes së vedijes për rëndësinë e ujit të pijshëm, mbrojtjen e burimeve ujore dhe menaxhimin e qëndrueshëm të ujrave. Aktivitetet përfshin vizita të organizuara për nxënësit e shkollave fillore, prezantime profesionale nga ekspertët e kompanisë, si dhe menjohje nga afër me proceset e trajtimit të ujrave të zeza dhe furnizimit me ujë të pijshëm. Fillimisht në orët e para të mëngjesit u mirëpritën nxënës të shkollës Hysen Rexhepi para objektit të administratës qendrore në Prizren, ku dhe u bë prezantimi i shkurtër mbi rolin dhe aktivitetin e kompanisë në shërbim të qytetarëve, për të vazhduar pastaj me vizitën e nxënësve të shkollës Fadel Hisari në hapësirën ekspozuese në Galeria 1 Shatervan. Aktivitetet informuese dhe edukative mbi rëndësinë e ruajtjes së ujit dhe mbrojtjes së mjedisit. U vizitua dhe impianti i trajtimit të ujrave të zeza, ku u bë edhe prezantimi nga zyrtarët dhe ekspertët e kompanisë lidhur me procesin e trajtimit të ujrave të zeza dhe rëndësinë e trajtimit për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit publik. Pastaj rreth sfidave dhe investimeve në sektorin e ujrave. Po kështu u mbajt një bashkëbisedim me nxënësit dhe shpërndarja materialeve informuese, e ku me këtë rast zëdhënësja kompanisë Nderona Kurti tha se sot kemi pasur e do të kemi dhe një sër vizitash dhe aktivitetesh në këtë ditë të shënuar të tokës dhe pastaj vazhdoi. Hidroregjoni jugor, si çdo vit edhe këtë vit kemi vendosur ta shënojmë këtë ditë me rëndësi për të gjithë konsumatorë, për të gjithë qytetarët. Ne si kompani kemi filluar aktivitetet në objektin e administratës së hidroregjonit, ku nxënësit e shkollës Hysen Rexhepi kanë dëgjuar një ligjërat në lidhje me ditën botërore të ujit dhe po të njëjtit nxënës kanë vazhduar tek impianti i ujrave të ndotura në Vlashnjë. Më pas jemi në Galeria 1 në Shatervan me nxënësit e kësaj shkolle dhe jemi në pritje edhe të nxënësve të shkollës Abdul Frashi, Fadil Hisari dhe të shkollës Maref. Është me të vërtetë këtë vit është një fluks i madh i këtyre nxënësve dhe jam mirënjohës edhe gjithë këtyre arsimtarëve për vetëdijsimin të cilët u kushtojnë ujit, i cili është një resurs jetik për të gjithë. Cilat ishin mesazhet juaj pikërisht në këtë ditë të ujit? Unë i them të gjithë konsumatorëve ta vlerësojnë ujin sepse uji është jetë. Ajo njëherë tha se presim edhe vizitat e nxënësve të shkollës Abdul Frashëri, organizimi i aktiviteteve edukative dhe ndërvepruese të parashtruara për moshat e reja. Vizita do të zhvillohet në grupe për shkak të numrit të madh të nxënësve, e kjo bëhet me të vetmen qëllim të bëhet rritja vedijes për rëndësinë e ujit si burim jetik. Njëherët edhe edukimi i gjeneratave të reja për përdorimin racional të ujit, bashkë me promovimin e praktikave të qëndrueshme në menaxhimin e ujrave dhe fuqizimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe komunitetit. Liri, me ju në çdo iftar.